Faleminderit Liridon Lecit, ish futbolist me shumë skuadra në fakt edhe këtu në Shqipëri, dhe që na përsolli edhe mendimin e tij në lidhje me sfidën, komentuan formacionin zyrtar që edhe kjo është e rëndësishme me syrin e një eksperti, dhe po ashtu atmosferën që është krijuar në Kosovë dhe në Prishtinë. Ne mbetemi me këto pamje, në fakt ke mundësi të shohim edhe gjithçka. Joana, të përshëndes nëse më dëgjon pas ke përfunduar krejt mes tifozëve, po këto janë pamjet. Joana, të përshëndes edhe njerë, ke përfunduar e zhytur, mund të themi, nuk e egzagjeroj me këtë fjalë mes tifozëve, sepse ajo atmosfera që nga tashmë në bulevardin Kryesor Dëshmorët e Kombit që nga e jashtëzakonshme, mira tifozë shqiptar nga gjitha trevat janë aty e që nuk janë dot në stadium. Po, Joana? Mund të themi me vërtet se atmosfera është ndezur, kanë shpalosur një banderol që shkruan na ndiqni një bilet, na hiqni biletat, na vini përpara policisë, se prisni të zemrën që rreth për Shqipërinë. Janë mbledhur mijëra tifozë në fakt, të cilët me thirrje, me këngë patriotike po mbështesin kombëtare në këtë ndeshje me Serbinë. Në fakt, ka të gjitha moshave edhe gjini, më të themi gra, burra dhe fëmijë, të cilët janë mbledhur këtu te bulevardi Dëshmorët e Kombit. Nuk e di, ju e shihni dhe live. Po, e shohim edhe dëgjojmë, patjetër. Ndihmën e operatorit. Edhe mund të themi realisht që është një atmosferë elektrizuese. Si shton edhe vetë tifozët, nuk mund të ndalet I gjithë entuziazm. Edhe pse shumica është ankuar që nuk kanë arritur të marrin biletën, ata kanë gjetur mënyrën e tyre për të festuar dhe për të qenë sa më pranë kombëtarës. Po, Joana, kjo banderol që po e shohim në ekran, kemi pamje paralelisht në fakt në ekran, na hiqni biletat, na vini përpara policisë, se vrisni do të zemrën që rre për Shqipërinë, mund t'jetë besoj, këto pamje shohim e tifozave kuqezisë, sepse ata po qëndrojnë dhe do të qëndrojnë eksaktësisht tek lulishtja e Vëllezrit Frashëri në bulevard përballë piramidës dhe nuk do të kenë mundësi që të jenë në stadion. Kjo është atmosfera. Biletat në fakt që në momentin le të themi 1-2 maksimumi 3 ndeshjet e para Silvinjos për kualifikueset e Europianit të Gjermanisë me rezultatet pozitive dhe më pas kjo ndeshje me Serbinë, bileta shumë vështirë të gjesh, ose të sigurosh një bilet për të parë ndeshjen e kombëtares. Kemi këtu rastet Poloni, Çeki, që kemi pritur për fushatën kualifikuese, ndeshjet e kampionatit evropian, finaleve, Itali, Kroaci, edhe Spanjë ishte jashtëzakonshme, dhe të merrsisht e vështirë për t'i gjetur. Kështu që edhe sot patjetër për të marrë një bilet ishin 200.000 aplikime. Një person kishte drejt të aplikonte deri për 4 bileta. Kërkesat, nuk e egzagjerojmë nëse themi, mund të kenë qenë 700 edhe 800.000. Por çështja me tifogrupin tifozët kuqezi është dhe një çështje krejt tjetër. Ata janë në konflikt me Federatën Shqiptare të Futbollit, sepse sipas tyre ky konflikt dhe kjo ftohje e marrëdhënieve mes një tifogrupi me shumë antar, një tifogrupi që e kanë ndjekur ekipin kombëtar këtu 20 vite në transfertat më të larta dhe në kushte ekstreme moti, kanë nisur pasi sipas tifogrupit tifozët kuqezi kanë qenë kundër, kanë dalë kundër dhe publikisht bashk organizimit. Okej, ta dëgjojmë pak këtë, se është Osa mirë që shqiptaro Osa mirë që shqiptaro Osa mirë që shqiptaro Vazhdo live ti. Okej, osa mirë me qenë shqiptar, kjo duhet dëgjuar dhe për të mbyllur pak gjithë historikun. Edhe kjo dëgjohet, çdo thirrje tifozëve dëgjohet, nuk diskutohet, po.
Atëherë, tifo grupi tifozët Kuqezi kanë deklaruar që ne kemi dalë publikisht kundër bashkë organizimit të kampionatit evropian të 20 vjeçarëve Shqipëri-Serbi, që UEFA i ka dhënë dritën e jeshile dhe zhvendosur do të organizohet në Shqipëri, në vendin tonë edhe në Serbi. Tifozët Kuqezi kanë qenë kundër duke nisur ftohja e marrëdhënieve që të liheshin pa bilet, që të mos njoftoheshin të parët për bileta. Dhe edhe në shenjë demonstrative, grupi tifozët Kuqezi kanë theksuar se ne nuk do të jemi në stadium dhe sot ata nuk janë në stadium. Nga ana tjetër, Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë me dije se e gjitha kjo është dhe në kuadër të shpërndarjes më të mirë të biletave. I shohim dhe i ndjekim këto panë.